Në mësimet që morën nga jetët e Kuranit janë mësimet e pejgamberëve, janë mësimet e njerëzve e vlijave të dashurve të Zotit, janë mësimet e njerëzve të thjeshtë që përmenden në Kur'an, për shembull në surën Yasin, rasti i atij djaloshit i cili mbytet si shkak që ju thot popullit apo fshatit vet, i thot që ta besojnë pra Allahun dhe të ndjekin pejgamberët të cilët thrasin për vërtetën dhe në besimin në Zot, në tauhid pra, wahdania, në kelimet tauhid pra, që të besojnë një Zot. Në Kur'an kemi mësime juridike, në Kur'an kemi mësime fik, pra çështjet fikhie, juridike, legjislative, kemi mësime shkencore, ku në Kur'an për shembull përmendet një sure ka emrin surja Nahl, bleta për shembull. Tregohet për ilaçet që bartin në barqet e tyre bleta. Pastaj kemi një sure, surja Neml, bubrecci. Sot biologjia teknologjike, për shembull përmes antenave të bubreccit ose esis së bubreccit, kanë arritur me zbulue shumë mikrochipa, me bën gjëra interesante, me lancu edhe do të thotë sonda të ndryshme në planetin Mars, duke marrë modelet e insekteve pra. Pastaj kemi Ankebut, Marimonga, një surë që ka marrë emrin kështu pra nga Marimonga, si shkak do të thotë që shtëpia më e dobët thot Allahu në Kur'an është shtëpia e Marimongës. Pse? Sepse Marimonga, interesant pra, pse ka thonë Allahu në Kur'an shtëpia më e dobët është shtëpia e Marimongës. Nështë nuk e keni ditë vëllezër, por Marimonga, pasi që bën rrjetën, ajo do thotë i han fëmijën e vet dhe han edhe burrin e vet dhe pastaj i nxjerr me jashtëqitje. Pra, ku ka shtëpi më të dobët se sa shtëpia e Marimongës, por kjo shtëpi e Marimongës e pshtoi Muhamedit alayhis salatu wassalam në shpellë, sepse i lojtarët kujtuan që aty nuk ka një njeri, sepse ishte një rrjet Marimonge. E rrjeta Marimongës, normal, me sebepin, me caktimin e Allahut Dhul Xhelal, e shpëtoi pra thjesht pra mjafton te Allahu një diçka e thjesht me bën edhe me mbrojtë robërit e vet dhe pejgamberët e vet.